Shkodra është shndërruar në një nga qytetet më atraktive dhe që ngjall kurreshtin e jo vetëm të vizitorëve vendas, por dhe të turistëve nga vendet e ndryshme të botës. Historia, kultura dhe bukuritë e shumta natyrore që të ofron mbeten edhe arsyet kryesore pse turistët po vizitojnë qytetin verior. Yeah, it's very nice. Ne vim nga Slovakia, është shumë e bukur Shkodra. Më kujton pak qytetin e Amerikën e Jugut, ka vërtet shumë atmosferë, është shumë bukur këtu. Më pëlqeu shumë zona muzeale e qytetit. Vizitova shtëpinë ku ka jetuar familja Nën Terezës. Ishte interesante. Unë do të qëndroj një natë në Shkodër, por besoj se do të kthehem sërish. Hidden history. Neve jemi nga Shkupi, më Shënia Veriut. Në Shkodër si gjithmonë kalojmë shumë bukur, qyteti më i vjetër shqiptar me gjitha të mirat. Vini shpesh? Po një herë në vit, më pak. Ndryshimet janë në Shqipëri, do me thonë të pandalshme, janë shumë të shpejta, shumë do me thonë se sidomos për infrastrukturën, do të kisha thonë një brava të madhe dhe në gjitha aspektet. Ne jemi nga Australia, sa po erdhëm këtu në qendër të qytetit dhe nuk kemi parë shumë, por mund të them se liçeni i Shkodrës, aty ku edhe jemi vendosur është shumë bukur. Ne vendosëm të vinim pasi kishim lexuar në internet dhe zgjodhëm ta vizitonim. Kemi ardhur këtu me kamper dhe po ja kalojmë shumë mirë. It's very nice. Jo vetëm në fundjavë, por edhe gjatë ditëve të javës vëren turistë të shumtë që vizitojnë qytetin. Me të vizitueshme në këtë periudhë mbetet liçeni, Kalaja Rozafa, por dhe muzeet e shumta që të ofron Shkodra.